Si e para, mendoj që aktgjykimin e gjykatës kushtetuese nuk ishte dashur ta interpretojmë një fare, ishte dashur ta zbatojmë në kuvend. Për të gjithë ata që është i pakuptueshëm, e që në fakt nuk është i pakuptueshëm, mund t'jetë i përgjithësuar duke lënë hapësirë që njerëzit të cilët janë përfaqësues të popullit janë në dijeni për obligimet e tyre dhe detyrimet e tyre dhe të drejtën e tyre brenda kushtetutës së Kosovës dhe rregullores së kuvendit. Nuk i ka vizatuar pikë presje, domethënë se çfarë duhet bërë, por ka treguar, domethënë pikërisht se çfarë nuk është bërë mirë dhe çfarë mund të bëhet si duhet bazuar në praktikat e kaluara. Besoj që e para dhe themelorja që duhet të theksojmë është që thuhet qartë e bardha në të zezë që zotri Dehari e ka shkelur rendin e ditës, e ka devijuar rendin e ditës, që përbën shkelje kushtetuese në fakt, sepse është e qartësuar edhe në rregulloren e kuvendit që në mbledhjen e fundit të kryesisë së vjetër përcaktohet rendi i ditës. Dhe aty përcaktohet a është votim i hapur apo i mbyllur, nëse vetëm kjo është pyetja që zakonisht po kapen deputetët e televizjes dhe vendosjes që, më falni ju lutem, që aktvendimi i gjykatës kushtetuese nuk e ndalon votimin e mbyllur. Askush nuk thotë që votimi i mbyllur ose i hapur janë probleme në kuvendin e Kosovës, por që edhe në rregulloren e kuvendit është të theksuar që tek seanca konstituive praktikat e deritanishme tregojnë për votim të hapur. Dhe aty, njëra nga pikat tregon se si zgjidhet kryetari i kuvendit. Tani, thelbi kryesor i problemit është ndryshimi i kësaj praktike në proces, pa përfshirë deputetët, si e para, dhe e dyta, ndryshimi i kësaj praktike në seancë konstituive ku nuk lejohet votimi i fshet. Sepse votimi i fshet si i tillë lejohet në seancat e rregullta plenare. Është shumë e qartë, ne kemi votuar borde, kemi votuar njerëz të institucioneve të shumta në proces të votimit të fshet. Por kjo nuk ka ndodhur asnjëherë brenda një procesi konstituiv. Pse duhet të ketë një votim të fshet për një kryetar që duhet të na përfaqësojë të gjithëve në kuvend, apo pavarësisht që vjen prej një grupi parlamentar. Sepse duhet jetë një njeri konsensual i cili na përfaqëson të gjithëve si kryesues i kuvendit ose kryesuese e kuvendit. Prandaj, ideja që të interpretohet aktgjykimi i gjykatës kushtetuese për mua është në thelb fyerje, sepse ne ishte dashur me mirësjellje ta respektojmë si të tillë, si njerëz të thirrur në institucionin më të lartë, i cili është i thirrur për ta mbrojtur kushtetutën e Kosovës dhe ligjet në fuqi. Faleminderit shumë, zotëri Krasniqi, si duhet të lexohet, si duhet kuptohet, si duhet interpretohet ky aktgjykim? Po në fakt, aktgjykimi i gjykatës kushtetuese është përshkrim i vendimit vitit 2014, nuk është që thot diçka të madhe jashtë asaj se çfarë është ditur paraprakisht, ose që partitë politike nuk e kanë pasur mjaftueshëm të qartë se si duhet të veprojnë. Mendoj që për secilin prej deputetëve, minimalja që duhet të dihej është që të kenë kompromis politik, kur nuk i kanë 61 vota për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit, është bazament i demokracisë, kur nuk ke votat mjaftueshme, atëherë duhesh t'i gjesh dhe nëse nuk dëshiron t'i marrësh nga partitë e tjera, duhesh të lëshosh rrugë. Pra nuk i takon një partie politike vetëm pse ka dalë para në zgjedhje, të bllokoj funksionimin dhe konstituimin e institucioneve të cilat janë derivat i një vullneti të lirë të qytetarëve të shprehura në zgjedhje të lira demokratike me ca probleme administrative të cilat i patëm. Dhe kjo po më duket më shumë si një refuzim për dorëzim patësor të pushtetit, se sa një komplikim i procedurave ligjore dhe kushtetuese. Për shkak se lëvizjave të vendosin nuk po dëshiron që të ketë kompromis me partitë e tjera, përkundër që kjo është ofruar, nisma socialdemokrate ka shfaqur gatishmëri për bashkëpunim me kushtet e veta. PDK ka ofruar që të votojë një kandidat i cili nuk ka qenë ministër i legjislaturës së kaluar, i zgjedhur nga legjislatura e kaluar, nuk po e dojnë as atë. AK ka propozuar 2 emra të përveçëm, nuk po e dojnë as atë, dhe nuk mund se si ta interpretojnë ndryshe përveç se refuzim për ta dorëzuar pushtetin dhe kështu për ta mbajtur një blokadë
nën pretekstin duke imponuar një kandidat. Nëse ata do të kishin votat për të formuar qeverinë, siç po thonë, por nuk i kanë për kryetar të kuvendit, mendoj që do ta propozonin secilin prej 120 deputetëve për t'i hapur rrugë formimit sa më shpejt të qeverisë, për shkak se pozita e kryetarit nuk është ajo pozita qendrore që jep pushtet një subjekti politik. Kryetari i kuvendit është vetëm përfaqësues i 120 deputetëve. Ata e zgjedhur si një trup i cili pastaj ka rol koordinues të punës kuvendit, të moderimit të atyre seancave, siç po bën ti këtu, t'ja jap fjalën, të interpretojë rregullore në seancë dhe pas seancës do të ka trupa tjerë të cilën e bëjnë atë. Nuk është as përfaqësues i popullit, kryetari i kuvendit, për shkak se qytetarët nuk e zgjedhin kryetarin e kuvendit, mund të jetë edhe personi më i votuar në historikun e zgjedhur në Kosovë. Kjo nuk i jep të drejtë që ai të ketë të thirrët në votat e qytetarëve, por i mjaftojnë vetëm 61 votat të deputetëve për shkak se i përfaqëson kuvendin dhe ata 120 deputet. Dhe kjo ka një dallim substancial me nënkryetarët e kuvendit, për cilën Lëviza Vetëvendosje po kërkon që të bëhet një lloj i kompromisit ndërmjet të dyja. Nënkryetarët e kuvendit zgjedhen, propozohen prej grupeve parlamentare dhe kryesia e kuvendit që përbëhet prej nënkryetarëve është një organ administrativ. Do thotë ata vetëm merren me çështje administrative dhe nuk kanë ndikim në mënyrën se si menaxhohet seanca as përfaqësimi i kuvendit. Dhe këto pozita janë të garantuara për grupet parlamentare që t'i bëjnë propozime dhe votojnë në pako. Nuk është një votim ndaras siç ndodh për kryetarin e kuvendit si përfaqësues i kuvendit. Por tash jemi në një pozitë ku po abuzohet me këto rregulla dhe interpretime të ndryshme, për shkak se mendoj që asnjë prej partive politike nuk janë të gatshme për të formuar dhe nuk kanë votat për të formuar qeveri parlamentare brenda kësaj legislature. As nuk i kanë partitë cilat janë opozit, as partia e cila është akoma në pushtet nuk e ka këtë shumicë dhe këtu jemi si rezultat i pamundësisë për të formuar qeverinë. Dhe në këtë situatë po përdoret zotri Dehari, fatkeqësisht kjo pozitë është menduar me shkas për personin më të vjetër në moshë, për shkak se konsiderohet që është një person që ka bagazh politik, është në fund karrierës politike dhe nuk dëshiron që të njolloset në fund dhe të bëj kompromis ose të vihet në agjendat subjekteve politike për të veprojë mbi palët. Por që fatkeqësisht zotri Dehari nuk është duke luajtur këtë rol, ai është vërë në një instrumentalizim të subjektit të tij politik, fatkeqësisht, dhe ka insistuar të një procedurë me një arsyetim të palogjikshëm, tha që dështimi për të zgjedhur kryetarin e kuvendit të propozuar prej VVS Sonjës Alblena Agjiu nuk po jap rezultat votimi hapur dhe po kaloj në votim të fshat. Do thotë në mënyrë arbitrare, pa e pyetur kuvendin për një mënyrë të tillë të votimit, por drejt për drejt në propozimin e anëtarëve të këtij komisioni, që edhe prej gjykatës kushtetuese u konstatua që është shkelje e mënyrës se si është parapar zhvillimi i kësaj seance. Dhe tani, ka një blokim për një 3 fishin asaj kohë sa dështoi kuvendi për ta zgjedhur në mënyrë të hapur dhe nuk po vepron.